أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا للظالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Gjëmat i nderuar, vëllezër të pranishëm në këtë xhami, e lusë Allahun e madhreshëm që të gjithë adhurimet, ibadetet, duat e punët e mira që i bëjmë në këtë muaj të madhreshëm të Ramazanit, Allahut ne i pranon. E lusim Allahun e madhreshëm që të arrim fundit në këtij muajit dhe dalim nga ky muaj me gjunahet faluna insha Allahu Taala. Lusë Allahun e madhreshëm që Allahu t'i mbush zemrat tona me dashuri për Allahun Dhul Xhelal, me dashuri për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, me dashuri për namazin, me dashuri për Islamin, me dashuri për Kur'anin, me dashuri për veprat e mira, të cilat na japin jetë të begatshme dhe të mirë këtë botë dhe na japin xhenetin në ahiret inshallah taala. Allahu e shpërbleft hoxhën Muharremin, i cili e shton freskinë e këtij muajit duke u sjell para jush mysafir të ndryshëm, që secili nga kandi i vet t'jep një kontribut për të ngrit vetdijen tonë fetare, për të inkurajuar dhe nxitur vullnetin për vepra të mira dhe për shtuar dëshirën dhe dashurinë që të jetojmë si musliman të sinqert e devotshëm këtë botë, krejt kjo me shpresë dhe dëshirë që Allahu me mëshirën e tij na jep xhenetin Firdaus inshallah taala. Kjo xhami fatmirësisht është pe xhamive të dalluara në qytetin e Shkupit, xhami e cila dallohet me të gjithë pjesën organizative të saj apo të tij, duke filluar që nga lokomotiva e kësaj xhamie Hoxha Muharrem, imami Hafez Zekiriaj, dhe s'ka dyshim se kryesorët në krejt këtë shërbimin të kësaj xhamie janë stafi i xhamisë, këshilltarët e xhamisë në krye me Haxhi Qamilin, të cilët vazhdimisht mundohen t'i ofrojnë këtij xhamati kushtet mira, të ngrofta gjatë dimrit, xhami e ngroft edhe e pastër, që besimtari kur vjen këtë xhami kënaqet edhe në aspektin shpirtënor, po të kënaqet edhe në aspektin e higjienës dhe rregullimit të xhamisë. Allahu të gjithëve i shpërbleft një nga një inshallah taala. Pasi që Ramazani është muaji i Kur'anit, unë dua që para jush paraqes një ajet kuranor i cili është pjesë e disa ajeteve në surën El-Qasas. Respektivisht flasim për ajetin e 50 në surën El-Qasas, që flet për Musën a.s. edhe shpalljen që ka shpall Allahu Dhul Xhelal Musa a.s. dhe qëndrimin e kundërshtarëve. Dhe pastaj këtë kjo storje, ky rrëfim kuranor, përfundon me ajetin kuranor ku Allahu thot: "Fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum." Nëse ata nuk të përgjigjen ty, dije se ata janë duke ndjek epshin e vet. Rregull kuranor, i cili qëndrimet e njerëzve në botë i ndan dy lloje, dy kategori, dy tabore. Ose ndjekin fenë Allahut, ose ndjekin epshin e vet, mendjen e vet. Nuk ka tre tabore, nuk ka tre koncepte.
Dy janë. O kemi ndjek fenë Allahut, o kemi ndjek qefet e tuja. Kur themi na fenë Allahut, e kemi parasysh fjalën e Allahut, Kur'anin fisnik dhe hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj t'u lexoj këto ajete që ta kuptoni se ajo që ndodh sot me këta njerëz armiq të Islamit, me këta qafira që nuk e dojnë Islamin dhe u pengon Islami, nuk është hera e parë që ndodh në historitë e njerëzimit. Me gjithë pejgamberët ka ndodh e njëjta situatë, të njëjtat momente. Çka thot Allahu Dhu Xhelal në këto ajete, ajeti 48, 49 dhe 50 surës Kasas, "Falamma ja'ahumul haqqu min indina qalu laula utiya mithla ma utiya Musa." Kur do erdhi e vërteta qafirave në Mekë, i dhujtarëve në Mekë, ata thanë me i pas ardh Muhammedit sallallahu alaihi wasallam ajo që kishte ardhur Musës alayhis salam, Teurati. Thot Allahu Dhu Xhelal, "Awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl?" E populli i tij, a nuk ishin po ata që e bën kufër, e mohuan ata që Allahu ja shpalli Musës? Qalu sihrani tadhahara wa qalu inna bi kullin kafirun. Ata i dhujtarët thanë magjistar për Musën dhe Harunin, magjistar që janë shfaqur në vendin ton dhe na atyre nuk u besojmë, i mohojmë. Thot Allahu Dhul Kul, thuaj Muhammed qafirave në Mekë, fa'tu bi kitabin min indillah, sillni një libër ju nga Zoti, huwa ahda minhuma, që ka mi udhëzue ata ma mirë se sa udhëzimi pejgamberëve të Zotit, in kuntum sadiqin, nëse e thoni të vërtetën. Pastaj ajeti për të kena me folë sot, fa in lam yastajibu laka, e nëse nuk të përgjigjen ty, fa'alam annama yattabi'una ahwahum, atër dije se ata nuk e djek epshin e vet, qefin e vet, wa man adallu mimman ittaba hawahu bighayri huda min Allah, a ka mat lajthitun, mat devijum, se sa ai që pason epshin e tij larg udhëzimin nga Allahu, inna Allaha la yahdi al-qawma adh-dhalimin, se Allahu nuk e udhëzon popullin zullumqar. Do të kjo bisedë mes mushrikëve dhe Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe ajo bisedë mes Benu Israilve dhe Musës alayhis salam, edhe ajo bisedë mes popullit Themud dhe Salihut alayhis salam, dhe ajo bisedë mes popullit Ad dhe Hudit alayhis salam, edhe ajo bisedë mes popullit të Nuhit alayhis salam dhe vetë pejgamberit Nuh, e me radhë është e njëjta që bëhet sot. Qafirat sot, armiqtë e Islamit sot, njëjtën e thënë, se ju muslimant jeni në gabim, se ju muslimant s'keni kur gjonë të rëndësishme të dobishme, se këto xhamia kot që janë, këto minare vetë zhurë mbajnë, na pengojnë, e ju që agjeroni rini unë badjava, s'ka hajrë për juve, veç e pengoni punën, e pengoni zhvillimin, industrin, fabrikat ma pak punojnë, se be për juve. Njëtët fjalë që i thënë këta qafira sot, i kanë thonë popujt e pejgamberëve me radhë, që nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam deri te Ademi alayhis salam. Edhe çka ka ndodhur funi? Këtë ata që kanë shah Islamin, e kanë kundërshtuar Islamin, i kanë shah pejgamberët e Zotit, i kanë kundërshtuar, i kanë luftuar, i kanë lëndu, i kanë vra, i kanë pre, ata kanë hub qafirat, janë zhduk e Islami dhe thirrja e pejgamberëve ka met. Dhe ka me met o vllazni. Dhe ka me met sa të ketë jetë mbi këtë tokë. Pse ka me met? Për shumë arsye. E para, se është dëshmu me kalimin e shekujve se feja islame është fe absolute e vërtet.
s'kante as një miligram, as një fije të holl pa vërtetë. Këtë prej A deri në Zh, këtë është e vërtetë. Në mënyrë absolute, pa kontestim, pa konkurrencë. Askush, asnjëherë s'ka mujt me argumentu se diçka prej fesë islam është gabim. Asnjëherë. Janë mundu qafirat, filozof, profesor doktora, shkencëtar, misionar, ekspert të orientalistikës, janë mundu të gjithë ata me nxjerrë në shesh mangësi, dobësi, kundërshtime, kundërthanje, kontradikta të Kur'anit edhe të Islamit, që 15 sheku jemi të prit ata me pru argument, s'kan pru dhe s'kan mundësi me pru. Pse? Sepse është feja Allahu të Gjelal. Edhe ande u vllazni, këtë që e thamune, na duhet me ndjenë në shpirtin ton, edhe mu ndje shumë krenar, që në këtë shekull, shekullin e 21, si pas lindjes e Isaut a.s. Shekullin e 15 nga i gjreti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Jetojmë këtë kohë edhe përballemi me këto sfida, me këto kundërshtime, me këto presione, me këto llafe, a Islami shkon veç të u xhanu. Islami shkon veç të u forcu. Ata folin, ata llaptojnë, a Islami shtohet, Islami forcohet. Shtohet xhamati, shtohen xhamit, shtohen intelektualët musliman, shtohen qafira që pranojnë Islamin. E kjo është për argumenteve konkrete dhe praktike se kjo fe është e Allahut. Na e nimum se nimum, Allahu ka me qu për para. Ama, shumë është më rëndësi, na dy gjana mi pas për asysh. E para, na me kuptu mirë këtë fe. Mës me leju kur kush me na e tollovit. Ju e keni pa vitin e kalum, edhe do njerëzit dilshin në emën të fesë, si do hoxhallar, kurse e folshin llafe palidhe mbi fenë. Të mundu mja pështjellë besimtarve meselet e fesë. Na për internete, na për do televizore, na për do debate, se në xhamia tona, elhamdulillah, në këtë xhamia tona, shumica e angazhimit të hoxhallarve vazhdimisht është këtë, në më dhonë, si pas asaj që e thot Allah i madhrishëm, që e thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe që e thot ulemat dhe dietarët e Islamit. Ama do që do në për televizor dhe për internet, që i thëjnë vetës hoqë, ata mundon me trublu këtë situatë. E na, për mës me leju, as na, as fëmijët e tonë, me na trublu dikush kuptimin e fesë, na e kemi Kur'anin para vete, edhe kemi hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe vazhdimisht hoxhallarët kontribojnë që me i lidh besimtarët me Kur'an dhe Sunet, që ata të kenë të qartë se feja e ka burimin e vetë. Edhe kushdo për neve që e merë fejnë për burimit vetë, ujin që e pin nga kroji, nga burimi, nga gura, është uj i pishëm, i pastër edhe i shëndetshëm. Andaj të e pas burimin, mos shko me pi ujnë lofka, që rinë uji ati edhe përlomet me baltën edhe me shkeljen e njerëzve. Elhamdulillah, ky burim i Islamit, Kur'ani dhe Suneti, ashtu si që ka fillu në kohën e Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i njëjti është, i pastër, i kthjellt, i dobishëm, i shëndetshëm edhe sot. Dhe janë ulemat ata që e ofrojnë shqarimin e këtyre burimeve në mënyrë të mrekullueshme. Pra, na do flasim për këtë pjesën ku Allahu dhu gjera tha, fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Na kena dy rrugë. Ose kena me ndjek rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe kena me u përgjigj thirrjes së tij, ose nëse lom që këtë udhën tjetër që kena me ndjek është udhë e gabume. është udhë që nuk na çon shpëtim, që nuk na çon selamet, është udhë që na largon nga rruga e Allahut xhelal.
Edhe thënë ulemat, ky ajet është i ngjajshëm me ajetin tjetër në surën, dhe thot, ku Allahu xhela thot, fadhalikumullahu rabbukumul haq, famadha ba'da al-haqqi illa ad-dalal, fa anna tusrafun. Kjo ndodh për shkak se Zoti juaj është i vërteti. E çka ka mas të vërtetës përveç se e kota. Andaj ku po shkoni? Shifne, edhe ky ajet e ndau botën në dy tabore. Ata që ndjekin të vërtetën dhe ata që ndjekin epshin e vet. Andaj Imam Ibn Kaimi rahimullahu taala thot, duke sqaruar këtë rregull, thot fama huwa illa al-hawa wal-wahy. I kemi dy zgjedhje oferta, ose shpalljen e Zotit Dhul Xhelal, ose epshin. Siç tha Allahu Dhul Xhelal në surën Najm, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk flet nga epshi i tij, por e flet atë që ja shpall Allahu Dhul Xhelal. Pra, ofertat i bëri dy, shpallja Allahu Dhul Xhelal dhe epshi i njerëzve në përgjithësi. Dhe gjithashtu Allahu Dhul Xhelal në këtë ajet tha se nëse nuk i përgjigjen pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë ata kanë ndjek epshin e tyre. Pastaj tha, faman taraka istijabatahu idha dhaharat lahu sunnatun wa adala anha ila khilafiha faqad ittaba hawa. Ai që e lën përgjigjen e thirrjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, mas i bëhet e qartë ky sunet. Thot, dhe e lën atë masdore dhe e bën kundërtën e asaj që ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dijeni se ai njeri e ka ndjek epshin e tij. Që kjo fjalë të cilën Imam Ibn Kaimi e ka përmend në një libër që quhet As-Sawa'iqul Mursala, vëllimi 4, faqe 1526, është madhështore, sidomos për atë rini e cila lexon edhe studion fen islame dhe ka merak me i kuptu meselet e fesë me burimet e veta, që na duhet vazhdimisht me promovu edhe me va tregu edhe me va sqaru besimtarve se rrugën që na e ndjekim është rruga e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Se ai është imami i pejgamberëve dhe ai është imami i krejt ulemave dhe imamëve tjerë. Krejt hoxhallarët, krejt dietarët, krejt imamët e mëdhëbeve e mësojnë xhamatin me ndjek rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E imami i imamëve është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Edhe asnjëherë nuk duhet na me zëvendësu këtë rrugë me asnjë rrugë tjetër. Se këtë rrugë tjera në largojnë nga rruga e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj kemi nevojë në këto rrethana dhe kushte ku përhapen lloj-lloj muhabetesh për ta lënë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për të lënë sharimet e ulemave të Kur'anit, që njerëzit flasin lloj-lloj muhabetesh të kota, kemi nevojë me potencu këtë rregull kuranor, sidomos në këtë kohë ku njerëzit i përkrahin bot kuptimet e tyre të gabume, bidatet e tyre të shëmtume dhe shqarimet që dojnë me ja dhonë fes ndryshe për asaj që kanë dhonë ulemat shejku i me radhë. Andaj, maherët musliman të parë, kur u vinke një ajet nga Kurani fisnik, apo një hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ata nuk e mendonin dy herë se çka kanë me bo, si kanë me bo. Ata më një herë e mirshin ajetin e zbatojshin. E mirshin hadithin e zbatojshin, nuk filozofojshin shumë. Nuk ishte koha e tyre sikur se sot, që njerëzit ku t'i thuj që ka thonë Allahu Dhul Xhelal, me thonë e po mirë, as s'keni mendim ndryshe,
Ku t'i thush ti që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me thonë ai, ama ka hoxhallar që thënë ndryshe. Ama në këtë mesele ka shumë mendime. Ama pse insistoni ju vetëm këtë mendim? Këtë të muhabete nuk i bën ai për me desh me tregu se ulemat, se cili nga kandi vet e ka kuptu ajetin kuranor apo hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por ai ka qëllim mës me zbatue atë porosi që jep ajeti apo hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe do me kallëzu se ti si hoq din po që ki gjemati po dika pak ma shumë se ti. Me gjithë se na hoxhallarët, kër lexojmë meselet, i lexojmë meselet me gjithë debatin që bëhet mbrenda tyre. Po gjematit janë nxjerrin kajmakin. Ai që prodhon të linin, nuk ja jep popullit tomlin e maqinën e tundmes edhe thot tash bën të linin vetë. Jo, e merr tomlin e tund, i nxjerr mjaltën, e grumbullon edhe e çet pazar si falni mjaltën, të linin edhe e çet pazar si të lyt gatshëm. Edhe na hoxhallarët e marrin atë meselet, i përpunojmë ato, i lexojmë, i elaborojmë edhe ja hapim të linin e gatshëm xhamatit. Se ngarkojmë xhamatin me ka thonë ki halim, e ka thonë ai alim, e ka thonë ki hoxh, ai hoxh, se xhamati s'ka vakt me i marrë vesh këto mesele. I ka punë të veta. E na hoxhallarët duhet me i marrë vesh këto mesele dhe me ia dhonë gatshme, prodhim final xhamatit. E xhamati me marrë dhe me konsumu më njëherë. Me punu me te, me ushqy me te, mendjen e ti, shpirtin e ti, zemrën e ti. E ta është del dikush për xhamatit, thot hoq, jo në këtë mesele ka ma shumë se një mendim. A për një me kia? Po e dimi na që ka ma shumë se një mendim, ama na ta kemi pru mendimin ma të sakt e ma të dobishëm, që ti s'ki nevoj mu lodh edhe me ngarku veten për te mundësive që i ki. Pse? Se cili pineve në lëmitë ndryshme kemi informatat caktume. Mirë po, në profesionin tanë ti e mjeshtër. Shembull, kush është instalues i rrymës, ai është mjeshtër në instalimin e rrymës, ama s'merr vesh në instalimin e ujit. Ai që është mjeshtër i ndërtimtarisë, nuk merret me instalimin e ujit. Ai që është arkitekt, nuk merret me punën fizike në ndërtimin e murit, nuk është murator. E kështu me radhë. Domethënë se cilin lëmin e vet është mjeshtër. E tash xhamati është mjeshtër në shumë lëmi, po nuk është mjeshtër në lëmit e fesë. E mjeshtri i fesë kush është? Janë hoxhallarët. Edhe andaj kur të hyjnë një xhamat me fol për mesele ku ai s'është mjeshtër, çka ka me bë? Ma shumë ka me prish se ka me ndreq. Ma shumë ka me bo punë gabume se sa punë saktë. Andaj themi na, rretin mjeshtrin tone edhe kallëzoja aftësinë tone në mjeshtrin tone. E lenja këtë punë erdbav vetë. Mjeshtrat se pune që janë hoxhallarët. Do thotë për këto arsye, na kemi nevojë vazhdimisht me këshillu një tjetrin që hoxhallarët janë ata që duhet me lexu Kur'anin e me studiu atë, me lexu hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe me sharru ato, edhe besimtari me ndjek pastaj hoxhallarët, nëse duam që na të jemi prej besimtarëve që ndjekin sinqerisht edhe seriozisht rrugën e Allahut dhul xhelal. Ky rregull kuranor ndëlidhet me një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për cilin hadith Imam Ibn Rajabi rahimahullahu taala ka thonë se hadithi me gjitha transmetimet e veta është një hadith i pranueshëm edhe jep një rregull të jashtëzakonshëm. Se zakonisht njerëzit kur hinë mesele për gjetë lehtësime për vete, edhe për mos me punu me ato argumente fetare, ata e din vetveten e vetë se nuk e kam sinqerisht për Allah këtë punë, për jam të desh mja letu vetvetes. Kur ti thush ti pse be bën këtë punë? Po vallai kam një hoç ka thonë, ama ai
nuk është i bindur se meselat i hoxhës që ka thonë është e plot edhe e sakt, po e merr mendimin atij veç me letu vetvetes. Andaj për këtë kategorit njerëzve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë el birru matma'annat ilayhi an-nafsu. Bamirësia është ajo që zemra jote është rahat me te. Kur të flen zemra më një punë, atëherë dije se mirë është. Ama ti vetë nuk je rahat më një punë, edhe e bën, kjo tregon se ti nuk je të ndjek të vërtetën, po je të ndjek epshin tanë. Andaj ulemat kanë tregu edhe për veten e vet. Është një ndodhi të cilën e përmend Imam Abdurrahman ibn Jauziu rahimahullahu taala, një bisedë që ka bërë me nefsin e tij. Edhe tregon se nefsi shpesh herë kërkon për njeriut lehtësimet. E ti si besimtar i vëmendshëm e i sinqert, i devotshëm, duhesh me thonë nefsit o nefs, mos e lip ti as ma të letën e as ma të randën, po lip e ma të vërtetën. Shifne? As ma të letën, as ma të randën, po të lipe ma të vërtetën. Kështu është rregulli te na muslimanët. A në të gjitha veprimet tona nuk duhet me lip ma të letën pse i kanët nefsit tem, po duhet pranojmë ma të letën nëse argumenti fetar na mëson për një gjë të tillë. Edhe kjo është rregull o vllazni. Për shembull, gjithë nan këtë Ramazan, sikurse edhe do vite përpara, u ballafaqu me një situatë jo të këndshme, jo të mirë. Kur fillon Ramazani, të mërkurën atë tentën. E tash, kur themi na të tentën du të me fillu, na nuk e bëjmë këtë punë se kjo është ma lehtë për nefsin tonë. Edhe kushdo që e bën këtë punë kështu, pse është ma lehtë për nefsin e tij ka gabu. Po na e themi të tentën sepse jemi të bindun se argumenti fetar më i fortë na mëson na me agjëru me muslimanët. E bëjmë këtë për Allah, se bëjmë na për veten tonë pse na duket ma lehtë. Po edhe ata besimtar që kanë menduar se të mërkurën duhet me nis Ramazanin, nëse e kanë bë, pse është më e saktë sipas tyre, jo më e lehtë ose për të dalluar pi tjerëve, atëherë i pranohet ai ibadet. Ama nëse e kanë bë vesh mi kundërshtu tjerët, apo pse mu dallu pi tjerëve, atëherë pikpyetja se ai pranohet ai ibadet. Po asnjë grup, asaj grup, qëndrimet e veta nuk duhet me ndërtu mbi atë që i duket nefsit vetë më e lehtë, po duhet me ndërtu parimin mbi atë që është më e vërtetë. Edhe synimi dhe dëshira me arritje e vërteta duhet me qenë qëllimi i përhershëm në shpirtin dhe zemrën tonë. Vetëm kështu besimtari ngelet duke ecë në udhën e Zotit, përndryshe del nga udha e Zotit hiç pa e di këtu. Veç ku e sheh veten ka dalë aty në sërnisht. Andaj Imam Abdurrahman ibn Jauziu thot vetvetes vet, i thot tarahastu fi shay'in yajuzu fi ba'd al-madhahib. Ja letova vetvetes në do mesele që do ulema, do medhhebe e kanë letu. Fa wajadtu fi qalbi qaswatan 'azima. Mirë po gjeta në zemrën tem një ashpërsi të madhe, nuk isha rahat, zemra s'më bëjke rahat. Thot, u të khajjel li në u tërdin min el bab u abut. Më duk vete se Allahu në përmes këti letësimi që jam të e përdor, është të më largu nga dera e ti, është të më përzon për derës ti. Dhe është të më lu një mjegull e zezë, një erësir. Faqalet nefsi ma hadha. E tha nefsi jam, çka është kjo? Thot, elejste ma kharajte an ijma'il fuqaha. Pse ngushton veten tan nefsi, po i thot Abdurrahman ibn Jauziut, pse ngushton veten, pse ndihesh keq, pse ki ke siklet, se s'ki dal nga mendimi i ulemave. E i thash unë nefsit tim, ja nefse su, o nefs i keq i jemi. Inneki të awalti ma la ta atekidin. Ti po më nëzit me bo një gjati që s'je e bindu se është tamam. Walau stuftiti, lem tufti biha. E nëse dikush dvet si fetfa, ti këtë fetfa ati s'ja kishe dhonë. Se si rahat, nuk e i sigur se është e vërtet.
E dyta, ennehu yenbaghi laki nafsu al-farahu bima wajadti min adh-dhalm aqiba dhalik. E dyta, ti duhesh me u gëzu pse e ndin këtë siklet nga ky qëndrim, sepse nëse mlohet zemra me errësirë, atëherë nuk e shef dritën e argumentit edhe dritën e të vërtetës. Pra sheve Abdurrahman ibn Xhauziu, një alim për ulemave të Islamit, në moment që deshti me marrë një mendim më të lehtë pa argument, e kuptoi se këtu nefsi i tij është i bo hile, kurth, e ju drejtu nefsit vet, e qortoi edhe e bëri me dije se unë këtë kurthën që jetu ma bo muan, nuk e pranoj. Edhe nuk bin këtë kurth, po insistoj me umbrojt për kësaj kurthe. Normalisht, kjo që ka ndodhë me Abdurrahman ibn Xhauziu rahimahullahu taala, është ajo që e përmen Allahu Dhul Xhelal edhe për Davudin a.s. Që e këshillon Davudin a.s. që ka qenë edhe pejgamber edhe mret, që në momentin kur të merr vendime me u kujdes, mos gjykoje ndaj njerëzve me epshin e tij, por të gjykoje ndaj tyre me atë që Allahu ja ka shpall atij. Dhe tregon Allahu Dhul Xhelal dhe thot: Ja Davudu, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bayna an-nasi bil haqq wa la tattabi' al-hawa fayudillaka an sabilillah inna alladhina yudilluna an sabilillah lahum adhabun shadidun bima nasu yawm al-hisab. O Davud, ne ty të bëm khalife në tokë, e ti gjyko mes njerëzve me hak, me të vërtet, dhe mos ndjek epshin tanë, e të largohesh nga rruga e Zotit. E ata që largohen nga rruga e Zotit, atyre u takon dënim i ashpër, sepse ata e harun ditën e llogarisë. Pra, Allahu Dhul Xhelal e këshilloi Davudin a.s. të gjitha situatat dhe rrethonat me gjyku me hak, me të vërtet. Dhe mos me leju asnjëherë epshive të nefsi i tij me ju përzi, e me gjyku të njerëzit me epshin e tij, e jo me të vërtetën që ka shpall Allahu Dhul Xhelal. Andaj, ky ajet kuranor duhet me qenë parull, sipas të cilës na e zhvillojmë jetën tonë fetare. O kina me ju përgjigj thirrjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ose përndryshe nëse nuk ecim hapëve të tij, kina me lajthit, kina me deviju. E thirrja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është për me shpëtu edhe në dunja dhe në ahiret. Andaj Allahu Dhul Xhelal tha: Istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. Përgjigjuni Allahut madhërisëm dhe pejgamberit të tij, i cili ju thret juve në atë që u jep jetë të vërtet. Një ditë për ditëve ishte në xhami pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e Muadh ibn Jabeli ishte të u falë nafile. E thiri Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, tha: O Muadh, nduhesh. Ai vazhdoi me u falë nafile. E mas i dha selam, i tha: Lebejka ja Rasulullah, urdhro, o i dërguari i Allahut. Tha: O Muadh, a se ke ndëgju ajetin kuranor ku Allahu thot: O ju besimtar, përgjigjuni Allahut dhe të dërguarit të tij kur ju thret ai në atë që ju jep jetë. Tha: kur thirr pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ti duhesh më njëherë me ju përgjigj, jo me vonu përgjigjen ndaj tij. Edhe andaj o vllazni, nëse duam shpëtim këtë dynja, edhe shpëtim në ahiret, na duhet me ndjek rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Se ditën e Kiametit, masi ka me na u afru dielli për mi kryje, e kina me u zhyt se cilin në djersët e veta, e kina me ecë ato stacionet e ahiretit një nga një, deri sa ta kalojmë urën e siratit, e dvim të etshëm, djersum, të raskapit, të loth, e kina me pa atje larg havuzin me uj, bazenin me uj, haudhin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që mushet me uj nga lumi Keutherit. E na sikur se kina me kon të loft e të raskapit e të zhegit, kina me vrapu, kina me ngaren drejt ati havuzi atje. Se e shohim Muhamedit sallallahu alaihi wasallam të i dhon uj njerëzve, edhe na vrapojmë të shku të Muhamedi sallallahu alaihi wasallam.
kanë më dalë do me laqe në udhë, kanë me në nalë. E kanë me në thonë, ku shkojni? Po që të ujti. Aty është Muhamedi a.s. edhe ka uj, a zheg i madh, i na djersit, i na lodh, i na raskapit, që këna të pina uj. Ka dalë. Ka rënë kjo punë. Ha? Cili është reni? Kush e ka ndjek rrugën e Muhamedit a.s. sa ka qenë gjallë, sot mundet me shku me pi uj të Kautherit tek havuzi pejgamberit a.s. Ama kush ka ndjek rrugë tjetër jashtë atë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, stop për te, s'ka me hi aji në të udhë. Andaj kush e ndjek sunnetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në dunjo, e ndjek rrugën që e qënë të havuzi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në ahiret. Edhe kush shton gjana, e ndjek epshin e tij dhe e ndryshon rrugën, nuk e ndjek rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, atje nuk e lon me ecë në rrugën e havuzit, në rrugën e bazenit të mbushur me ujin e Kautherit nga xhenneti. Andaj na e kena sot mundësinë me zgjedh. Ose kena me ecë udhës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me qenë sigurt në fenë Allahu dhul xhelal, e pastaj me pas mundësi me pi nga havuzi, nga bazeni i mbushur me ujin e Kautherit të xhennetit, ose nëse nuk e ndjek sunetin e tij këtë botë, nëse s'kemë pas mundësi me pi nga uji i Kautherit nga dora e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në ahiret. Andaj zgjedh dhe bejenes. E na lutem Allahun e Madhëshëm që Allahu vazhdimisht na bën ndjekës të sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e ndjekim rrugën e Allahut dhul xhelal, e të jemi besnik në këtë fe, e të mundohemi ta kuptojmë fen me argumente të fetare, me ajete nga Kurani fisnik, me hadithet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të respektojmë mendimet e ulemave dhe hoxhallarëve dhe të mundohemi të jemi të devotshëm në zbatimin e rregullave të fesë, e kështu që të garantojmë një jetë të këndshme, të rehatshme, të begatshme në këtë botë, pastaj të garantojmë edhe jetën e rehatshme edhe të begatshme në ahiret, duke qenë banor të xhenetit inshallah taala. Allah ju shpëlbeft për vëmendjen, walhamdulillahi rabbil alamin.